Librat na japin dituri, na inspirojnë, na dhurojnë guxim. Librat na mësojnë që të jemi të kujdesshëm ndaj të tjerëve. Duke lexuar libra, ne besojmë, mësojmë nga përvoja, dituria dhe ngjarjet e jetës së shumë njerëzve. Libri gjithnjë ka pasur dhe ka një rëndësi të madhe. Librat kanë ruajtur dhe ruajnë mes kopertinave të tyre pasurinë më të rëndësishme, më të çmuar dhe më të shtrenjtë të një populli, historinë. Mes kopertinash gdhendejnë gjëra shumë të rëndësishme dhe shumë me vlera të karaktereve të ndryshme letrare, kulturore, shkencore, historike, fetare e të tjera. Sa e rëndësishëm është libri në jetën e njeriu dhe çfarë vendi duhet zëraj? Leximi i librit ka një rëndësi të veçantë për jetën e njeriu. Ka libra që ndikojnë botën tonë mendore, ka libra që e zhvillojnë botën tonë mendore, ka libra që bëjnë revolucion në jetën tonë mendore, ka libra që nuk ndikojnë thjesht mendjen, ndikojnë zemrën, ndikojnë ndjenjat, ka libra që ndryshojnë komplet shoqëritë, ka libra të tillë që sidomos ata hynor që kanë sjellë ndryshime më të mëdha të jetës njerëzore. Dhe nuk është rastësisht dhe urdhri i parë kuranor për njerëzit dhe për mbarbesimtarët sidomos, i cili thotë lexo. Ndër fushat e kulturës, çdo fushë e kulturës është e rëndësishme mendoj unë. Është libri, janë artet pamore, është muzika, është arkitektura, është dhe filmi. Unë i quaj të pesta këto komponentë, ka dhe të tjerë sigurisht, po i quaj komponentë të rëndësishëm të kulturës që duhet bëjnë pjesë në jetën e njeriu. Njeriu duhet shpenzoj kohë të lirë, të shëndetshme për të futur brenda këtyre fushave dhe për t'i lëvruar në një farë mënyre. Sigurisht, në të gjitha këto që përmendëm, libri është ai që është më i lehtësisht i prekshëm, sepse libri në fundit mund të gjendet kudo, mund të gjendet në librari, mjafton që të duash edhe ti vësh veten në qëllim, është lehtësisht i kapshëm. Dhe për sa më përket mua më zë një pjesë të rëndësishme të jetës, por do doja që edhe në jetën e njerëzve të tjerë, lexuesve, të zinte një vend konsiderueshëm, sepse në fund ditës unë besoj që një libër i mirë të bën më të mirë. Libri është po aq i rëndësishëm sa ç'është vetja dhe jeta. Domethënë nuk ka asnjë qenie njerëzore që të përpiqet që ta lexojë librin për diçka jashtë vetes tij ose që të mos ketë të bëjë me jetën e tij. Dhe duke qenë kaq e lidhur me veten dhe me jetën, leximi i librit është ndoshta gjëja më e rëndësishme që i takon jetës njerëzore. Shqiptarët lexojnë, unë nuk do doja të jepja shifra, themi që qëndrojnë mes tragjikes dhe komikes, por do të thosha se shqiptarët lexojnë sasiorisht relativisht pak dhe cilësisht unë ndjej se ka një emocion dhe një frym, domethënë që është gjithnjë në përparim me sipër ka leximi. Shumë shpesh na ndodh që gjatë leximit të një libri të apasionohemi aq shumë pas historisë, sa të fillojmë të identifikohemi me protagonistët e saj, duke kërkuar pika të përbashkëta me të, ose të kopjojmë sjelljen dhe mendimet e tij. Sipas një studimi të Universitetit Shtetëror të Ohio's, ky është një proces shumë normal që studiuesit e kanë quajtur përvetësimi i përvojës, ose procesi spontan që çon në përvetësimin e identitetit të një personazhi në një rrëfim të shkruar në një libër dhe më pas stimulimi i përvojës së tij në jetën reale. Kur lexojmë një libër për fshimin, ndoshta personifikojmë edhe veten me personazhet e librit, sa vërtet është shpreha jemi çfarë lexojmë. Unë mendoj që librat, pavarësisht se edhe romanet apo historitë që thuhet që nuk janë të vërteta, besoj se gjithmonë kanë një shkas, marrin një shkas nga e vërteta. Domethënë, shumë personazhe janë të vërtetë dhe fakti që njerëzit në libra, në tema të caktuar, në personazhe të caktuar gjejnë veten e tyre, do thotë që po, kjo është e vërtet. Ti je ajo çka lexon, gjithmonë varet sepse nuk është e thënë që të lexosh vetëm një zhanër, mund të lexosh shumë zhanre, mund ta gjesh veten në shumë lloje librash, në shumë autor, por dihet që për secilin nga ne që lexon, ka
5 apo 10 të preferuar, të cilët preferon që t'i ndjek, të cilët i japin frymëzim, inspirim, të cilët i pëlqejnë për një arsye që dikujt tjetër mund mos i pëlqejë. Njeriu është e pamundur që mos të ndikohet nga ajo çfarë lexon. Prandaj është jo vetëm e rëndësishme që të lexohet libri, por edhe të vendosen prioritetet sipas atyre librave që në radhë të parë kanë një ndikim, kanë një dobi dhe kanë një objektiv për neve kur duam të arrijmë diçka të caktuar. Pra mos tjetë thjesht që neve të zgjerojmë fjalorin tonë, të zgjerojmë horizontin tonë dhe të marrim një kënaqësi nga romanet apo nga novelat e ndryshme, të cilat, pse jo, edhe ato janë të nevojshme. Përvoja e përvetësimit mund të jetë një mjet shumë i fuqishëm potencial për të ndryshuar sjelljen dhe mendimin e njerëzve në mënyrë shumë pozitive, pohojnë studiuesit, sepse i shtyn ata të afeksionohen me personazhet e një romani, duke u hapur mundësi të reja për të hyrë në lidhje me grupe shoqërore me të cilët në kushte të tjera nuk do të ishin afruar kurrë. Por çfarë duhet të lexojmë? Libri ka ndikim, domethënë tek secili person që lexon, domethënë a ka ndonjë zhanër që ju sugjeroni që në mënyrë që të ketë ndikim pozitiv edhe në shoqëri, domethënë. Shiko, mua më pëlqen letërsia, jam një person që i përkas këtij zhanri, por sigurisht librat janë të shumëllojshëm, për çdo drejtim ka një libër, ka një zhanër të caktuar. Mendoj që edhe librat historik, librat biografik, të gjitha kanë vlerën e vet, sepse të mësojnë duke treguar jetën e të tjerëve, gjithmonë flas, duhet jenë të zgjedhur dhe përzgjedhja duhet bërë me kujdes, por varet edhe nga pritshmëritë dhe pëlqimet e gjithsekujt. Gjithsesi mendoj që ka shumëllojshmëri. Letërsia është ajo që të bën më të bukur së brendshmi, gjë të cilën e reflekton dhe së jashtme, mendoj mos. Në përgjithësi, thuhet se në kohën e verës lexuesve u duhen sugjeruar libra të lehtë. Mua nuk më pëlqen, themi, kategorizimi ndërmjet librave të rëndë dhe librave të lehtë, por do të thosha që të lexonin libra të freskët. Dhe libra të freskët janë pikërisht ata libra që të bëjnë të ndihesh, të themi, plotësisht komfort me veten. Ka diçka shumë interesante te libri që ndonjëherë harrohet. Fenomenologjia e librit, aq sa ka të bëjë me leximin që i bën lexuesit librit, ka të bëjë me leximin që i bën libri lexuesit. Ne në përgjithësi nuk e lexojmë dot të lirshëm ose nuk e çojmë dot deri në fund leximin e një libri që nuk na lexon neve, për ato probleme që kemi ne ose për ato tema, për ato pikpyetje që kemi ne. Unë do të sugjeroja enkas klasikët botror, sepse janë pikërisht ata libra që sado herë që ne i lexojmë, ata janë libra që na shfaqen sikur po i lexojmë për të parë, por që edhe kur i lexojmë për të parë janë ata libra që na duket sikur kemi jetuar dhe i kemi lexuar brenda vetes tonë ose në jetën tonë përditshme. Por sa rëndësi i jepet sot botimit të librit, leximit të tij, pajisjes së bibliotekave me libra? Çfarë roli ka dhe çfarë vendi ka te njeriu libri sot në epokën e teknologjisë dhe informacionit? Në këtë epokë digjitale që po jetojmë, interneti, rrjetet sociale, gjithandaj, është problem për librin, a mos është libri duke vdekur, edhe çfarë duhet bërë domethënë për t'u rikthyer. Edhe nëse rrjetet sociale mund të vënë në krizë leximin nga fillimi deri në fund të luftës dhe paqes, nuk mund të vënë dot në krizë asnjëherë ato pikpyetje që ka njeriu një lloj si karakteret. Themi e romanit Lufta dhe Paqja, ose e njëjta gjë edhe me Don Kishotin, e njëjta gjë edhe me Dante Alighirin. Kështu që unë mendoj skajshmërisht se digitalizimi i librave, jo vetëm rrjetet sociale, por digitalizimi i librave, leximi i tyre në Kindle, që është po ashtu diçka krejt e ngjashme me leximin e librit, leximi nëpërmjet të themi tabletave, është pothuajse e njëjta gjë. Pra që kosa procesi i leximit ka të bëjë me këtë lexim të vetvetes nëpërmjet librave dhe lexim të librave nëpërmjet vetvetes, mendoj se nuk ka për të ndryshuar asgjë. Ka diçka dalluese që ka të bëjë me metafizikën e shpletimit. Ndoshta te kjo mund të ketë, themi, bjerrje, por dhe kjo për ata që e kanë shijuar për një kohë, themi, relativisht jo të shkurtër, shpletimin e librit dhe atë ndjesinë që të falë kjo metafizik, mendoj se është e pamundur që rrjetet sociale ta zëvendësojnë.
Po kjo dëmton njeriu më shumë, do thoya se sa, dhe përpasoj edhe librin, sepse në fakt ky bombardim informacioni, kjo le të themi humbje kohe kaq e madhe, se nuk është informacioni është i mirë, në fund ditës nuk bën dëm informacioni, po ndonjëherë i marr nga shumë drejtime, në mënyrë të pandalshme, të ha gjithë kohën, dhe në fakt është e vërtet, për shembull, njerëzit po të shikosh edhe në rrugë gjithandej, mua ndodh për vete, domethënë e shoh që celulari, interneti më ha një kohë të konsiderueshme dhe më vjedh kohën time të çmuar që duhet ja kushtoj leximit. E ndjej tek vetja, mendo, unë jam një person që merrem me librin, e ndjej tek vetja, mendo çfarë ndodh njerëzve të tjerë që e kanë më të vështirë dhe janë paksa më të ftohtë ndaj librit, dhe sigurisht që dëmton. Megjithatë, unë mendoj që në fund të ditës gjendet patjetër një moment për t'ia kushtuar librit, mjaft që të duash. A shitet libri, konkretisht librat në shtëpisë tuaj botuese, a ecën, a ka treg apo është në rënje vazhdimisht? Librat e shtëpisë tonë botuese, e cila është kryesisht e përqendruar në botimin e klasikëve botror, dhe të një pjesë të këtyre kryesisht të përshtatur për fëmijë të moshave të ndryshme, gjithmonë të kontrolluara në lidhje me redaktimin e tyre përkatësisht për atë moshë, janë pothuajse gjithnjë në shifra konstante. Shitjet janë pothuajse gjithnjë në shifra konstante. Nuk vërehet me ironie, përkundrazi gjithnjë më shumë shikon prindër të cilët janë të emocionuar që t'u ofrojnë fëmijëve të tyre ose librat të cilat i kanë bërë më shumë përshtypje, i kanë lënë mbresat më të bukura gjatë fëmirisë ose rinisë të tyre, ose ato libra që ata kanë dëgjuar se janë librat me të cilat fëmijët duhet rriten. Në fenë islame, të lexosh do të thotë të ekzistosh. Pa leximin, nuk do të mund të njinim krijuesin, qëllimin e ekzistencës sonë, universit dhe gjithë shkaje tjetër. Duke lexuar një libër, së paku njeh një botë. Po ka libra të tillë që mund të njohësh 10 bota, ka libra të tillë që mund të njohësh një horizont të tërë njerëzish dhe ngjarjesh. Dhe njerëzit që kanë sjellë ndryshime cilësore në jetën e shoqërisë, në jetën e individeve, të grupeve dhe të kombeve, janë pikërisht njerëzit që kanë lexuar më tepër. Njerëzit që kanë një marrëdhënie shumë të ngushtë, të sinqertë, të fortë dhe besnike me librin. Mosha e adoleshencës është ajo që e ndan nëse njerëzit do të jenë lexues të rregullt apo nuk do të jenë lexues të rregullt gjatë jetës së tyre, sepse është një moshë ku libri mund të kthehet në një natyrshmëri dhe njeriu e kërkon atë. Jo se nuk bëhet në moshët më vonë, por është më e vështirë, kërkon një mund shumë të madh. Fjalët e para të Kuranit ishin: lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi gjithçka, sepse vetëm me lexim njeriu do të mund të njohë krijuesin e tij. Në këndvështrimin islam, njeriu është në këtë botë që të njohë Zotin dhe të zgjerojë horizontin për të jetë i devotshëm ndaj tij dhe nga ana tjetër të jetë i dobishëm për njerëzit. Dhe libri është një nga elementet që e shtyn më së tepër me njeriu në këtë drejtim, është një shok shumë i mirë, është një mik shumë i afërt dhe sa më shumë që neve ta ruajmë besnikërinë me këtë shok kaq të mirë që nuk na bezdis por vetëm se na ndihmon, besoj që do të kemi sukses në jetën tonë në të përditshme dhe në objektivat tona që kemi në shoqëri dhe në jetën tonë. Sa i përket librit islam, Kurani dhe librat me hadithe të profetit Muhammed janë ndër më të kërkuarit, pasi marrëdhënia e besimtarit me to është permanente. Ka interes për librin islam, siç ka interes për çdo lloj libri të fushave të tjera të caktuara. Edhe libri islam ka lexuesit e vet
të përhershëm, ka dhe lexuesit e rinj që vjen interesohen. Libri tradicionali, po themi literaturës islame, është Kurani. Pastaj janë librat, nëse do t'i quajmë librat e konsumit, që janë librat e lutjeve, që ato kanë një shtrirje të gjerë, ka botime nga më të ndryshme të librave të lutjes, autorë të ndryshëm, formulimet të lloj-llojshme. Interesi për librin islam është goxha i shtuar, duke qenë se tani janë shtuar edhe librat me karakter fetar, sepse në fillim ishin shumë pak edhe njerëzit sado që kërkonin nuk i gjenin dot. Tani alhamdulillah kemi plot shpërblëtuese, plot tema të reja dhe njerëz mjaft interesuar për leximin. Tradicionalisht në librarinë që ka si kryesore literaturën islame, libri më i kërkuar është Kurani, absolutisht. Në librari Kurani gjendet në disa gjuhë, arabisht, shqip, edhe në shqip vjen në disa formate të ndryshme. Kuran xhepi që quhet formati i vogël, Kuran formati i madh. Si është marrëdhënia e besimtarëve me leximin dhe konkretisht Kuranin? Kurani lexohet një herë dhe lihet apo lexohet vazhdimisht? Është porosia e profetit tonë që Kurani të lexohet vazhdimisht, pasi edhe praktika e tij tregon që Kurani nuk është një libër që të lexohet një herë dhe të lihet më një anë, sepse ai nuk i drejtohet thjesht logjikës njerëzore apo thjesht mendjes, por i drejtohet ndjenjave, i drejtohet zemrës, i drejtohet syve. Madje në Kur'an përmendet si një shërim dhe si një mëshirë për besimtarët. Botimet e librave, gazetave dhe shkrimeve në përgjithësi kanë një zanafill të hershme. Botohen libra pa fund që harohen apo nuk njihen fare. Por ka dhe nga ato libra të cilët konsiderohen të rrallë dhe i mbjetojnë kohrave. Disa libra lexohen dhe harohen shpejt. Disa të tjerë mbesin gjatë në kujtesë, disa mbesin përjetësisht. Çfarë bën një libër të rrallë dhe cili është për ju një libër i rrallë? Një libër i rrallë në radhë të parë ka të bëjë me autorin e vet. Cili është autori që ka shkruar këtë libër, cila është eksperjenca e tij, cili është objektivi i tij, cili është qasja e tij, dhe librat më të rrallë janë pikërisht librat hyjnor, sepse autori i tyre është vetë Zoti i gjithësisë. Është ai që jo thjesht e ka frymëzuar, sepse në fundit çdo libër është një frymëzim për autorin që e shkruan atë, është një frymëzim nga Zoti i gjithësisë, dhe të gjithë aq sa që kanë atë aftësinë e tyre që të përfitojnë, aq dhe e transmetojnë këtë tek njerëzit e tjerë. Por tek librat hyjnor, tek Kurani për shembull, neve aty kemi një komunikim të drejtë për drejtë me Allahun, kemi të drejtë për drejtë me krijuesin. Janë pikërisht ato libra që ndërmarrin, të sqarojnë dhe të shpjegojnë arsyen e njeriut në këtë botë, që të bëjnë lidhjen mes jetës, njeriut, universit dhe krijuesit të tyre, janë ato që meritojnë kujdesin më të madh, që meritojnë vëmendjen më të madhe, dhe librat që kanë një objektiv në vetvete, që të çojnë diku, ato janë librat që gjithmonë ngelen dhe nuk ju bie vlera e tyre. Cili është libri i veçantë për ju? Për mua ka shumë libra të veçantë, por librat më të veçantë janë ato që zgjojnë ndjenjen e devotshmërisë ndaj krijuesit dhe e dobisë për njerëzit. Kërkimet shkencore tregojnë se fëmijëve që u lexohet, prindit që u lexojnë fëmijëve në moshë të vogël, kur futen në shkollë edhe kur rriten më pas bën lexues më të mirë dhe marrin informacion më të saktë, më të përzgjedhur. Sa qëndron kjo? 100%. 100%. Në fakt, ne po themi brezin, po flas për brezin tim, po dhe mos flasim për mos libër, po për brezin tim, ne jemi njerëz që kemi lexuar shumë dhe kemi lexuar që fëmijë, sepse ka qenë më e udhës që prindi të induktonte me letërsinë, të fuste tek letërsia, qoftë duke të lexuar, por më shumë ne lexonim vetë. Dhe përpasoj kjo të kthehet një edukatë shumë e rëndësishme leximin në moshë të re. Në fakt unë nuk besoj tek njerëzit që fillojnë të lexojnë pas një moshë të caktuar, besoj që nuk e mbajnë gjatë këtë pasion, sepse është tamam si një ushqim që të futet që në fëmijëri dhe nuk i ndahesh dot.
Studiuesit e shumë theksojnë se ka të bëjë shumë dhe ambienti ku jemi duke lexuar. Një shkrimtar e përshkruan kështu një moment kur merr një roman për ta lexuar. Ndjeja se koltuku portokalliku isha ulur, tavlla me erë të keqe aty afër, dhoma plot me qilima, të bërtiturat e djemve duke luajtur futboll në rrugë, dhe fishkëllima e anijeve në distancë, të riqeshin nga mendja ime. Dhe një botë e re po merrte formë përpara meje, fjalë për fjalë, frazë mbas fraze, faqe mbas faqeje. Ajo botë e re kristalizohej dhe fitonte qartësi, si ato shkrimet sekrete që shfaqen gradualisht kur derdhet mbi të një reagent dhe fokusohen linjat, hijet, ngjarjet dhe karakteret.